Ndryshime në njësitë administrative në varësi të Bashkisë së Vlorës. Selim Haskoçela largohet nga drejtimi i njësisë administrative të Orikumit, ndërkohë që janë disa emra të cilët përfliten për të vijuar këtë detyrë, ndërmend potenciali mbetet ai i Drini Harizaj. Vetëm pak ditë më parë, në faqen e saj zyrtare, Bashkia e Vlorës ka bërë me dije se Selim Haskoçela nuk do të jetë më në drejtim të njësisë administrative të Orikumit, ndërsa pritet tashmë vetëm marrje e detyrës nga drejtuesi i ri, i cili do të drejtojë në vijim njësinë administrative të Orikumit. Kështu Bashkia e Vlorës ka ndërmarrë ndryshime në strukturat drejtuese të njësive administrative, ku një prej lëvizjeve më të rëndësishme lidhet me largimin e Selim Haskoçelat nga drejtimi i njësisë administrative Orikum. Vendimi është bërë i ditur përmes faqes zyrtare të Bashkisë së Vlorës, ku janë publikuar dhe procedurat që çuan në përfundimin e mandatit të tij. Sipas njoftimit zyrtar, ky ndryshim vjen në kuadër të procesit të ristrukturimit të administratës së Bashkisë së Vlorë me synim rritjen e eficiencës, përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe përshtatjen me prioritetet e reja të qeverisjes vendore. Selim Haskoçela e ka mbajtur këtë detyrë për më shumë se 4 vite, gjatë të cilave ka drejtuar njësinë administrative Orikum në një periudhë me sfida dhe zhvillime të rëndësishme për zonën. Largimi i tij shënon një kapitull të ri për administrimin lokal në Orikum. Burime pranë bashkisë bëjnë me dije se aktualisht po shqyrtohen disa emra për postin e drejtuesit të ri të kësaj njësie, ndërsa si kandidaturë më potencial për këtë pozicion përmendet emri i Drini Harizajt. Megjithatë, ende nuk ka një vendim zyrtar përfundimtar, ndërsa pritet që emërimi i ri të bëhet në ditët në vijim. Autoritetet vendore theksojnë se çdo ndryshim në drejtimin e njësive administrative do të bazohet në kritere profesionale dhe në përmbushje të standardeve ligjore, me qëllim garantimin e një administrate sa më funksionale dhe pranë qytetarëve.